Në qoftë se je femër dhe do të lulëzosh, si kjo femra këtu, kjo do të thotë që ti duhet të lejosh një mashkull të marrësh dritë nga drita e ti, sepse si gjini femërore, ti femër je hena dhe mashkulli është dielli. Dhe nuk është më nevoja të tregosh sa e zonja je, e ke treguar ndër shekuj, gjithë këto kohë, ke vuajtur, ke sakrifikuar, nuk ke kujtuar dhe nuk ke jetuar për veten, si e kujtuar për veten, ke bërë vetëm sakrifica, ke mbi jetuar, ke bërë të gjitha llojet që duhet t'i bënje deri tani, të gjitha profesionet, je bërë guzhinjere, je bërë doktoresh, je bërë gjithë shka për fëmijët e tu dhe ke harruar veten. Kështu e ke bërë dhe mashkullin tënd, partnerin tënd, të mos të shikonte ty, po të shikonte në vend tjetër. Dhe ti duhet të shprehesh, duhet të mos mbash më agresivitet dhe emocione të ngrira nga brenda, sepse nuk mund të bësh dhe diçka ndryshe. Ndaj kërko nga burri jot, fol dhe thuaj nevojat e tua, thuaj me dashuri, jo me agresivitet, as me inat. Për këto këshilla dhe shumë të tjera të ftoj në eventin që do bëhet së shpejti në Tiranë në muajin maj, nga errësira në dritë, të mësosh mënyra të ndryshme dhe shpreje dhe të lirojmë të gjithë së bashku sakrificat, traumat e ndryshme që ke në shpirtin tënd, që kanë ardhur dhe nga paraardhësit tanë, erdhi koha që ne në vitin 2025 ne gra dhe burra bashkë të fillojmë të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, të pranojmë gjirinë femërore dhe maskullore, të falim veten tonë, të falim burrat, të falim dhe nënat gjyshet tona që në një farë mënyrë i kemi kritikuar sepse ato kanë qenë dhe në rolin e viktimës. Ndaj në qoftë se të intereson të dalësh nga këto role, të lirosh dhe të mësosh tek fëmijët e ty, tek femrat, si të sillen ato nesër pas nesër te partnerët e tyre, si të shprehen, si të nderojnë dhe respektojnë veten e tyre, dhe në të njëjtën kohë të mësosh te djali jot, te gjinia maskullore, që të arrijë të respektojë një femër, të pranojë gjinin maskullore që ka, por në të njëjtën kohë tjetë atje për kujdesin e gjendjes emocionale, shpirtërore, financiare dhe për gruan, sepse që aty fillon siguria. Dhe pa siguri ne nuk mund të jetojmë, po vetëm mbijetojmë. Dhe deri tani, pa dashje të gjithë kemi mbijetuar, nuk kemi jetuar, ndaj të thëres në një event të përsosur që do bëhet së shpejti nga errësira në dritë për një ringjallje për të gjithë ne të mëdhenj dhe të vegjël. Ju dua shumë, ju falenderoj, më ndiqni këtu në TikTok dhe në të njëjtën kohë në YouTube, në Facebook, në Instagram dhe më shkruani cilat janë nevojat tuaja. Ju falenderoj.